kalojmë në një material tjetër. Si ky material është vërtet shumë i bukur. Ti Noela ke bërë namin një herë për këtë natë, unë të përgëzoj për punën, po. Emri jo lidhet direkt me festën. Në frëngjisht, në frëngjisht do thot Krishtlindje. Çfarë thua, edhe unë emri im është francez, po këta prindërit tani kanë pasur mend në kokë, na kanë vënë emra francez. Babai im e mori nga Victor Hugo, autori Victor Hugo, në Veprën të Mjerët, edhe aty ishte Kozeda, një vajzë kështu. Po i thash babi, nuk zgjodhi një princeshe, një mbretëresh. Po babai kishte pikë të dobët këtë autor edhe ma vendosi edhe mori emrin. Po që i bë dy franceze këtu. Kur do shkojmë bashkë në Francë? Kur të duash ti, unë gati jam. Sa të gjej kujtje lëvajzën edhe fillova me problemin tani ti. Po tani ku ta lë? Se s'merret me vete një 2 vjeçë se. Është vërtet, është vërtet. Le të festojmë, jo për gjë. Po lidh këmbë fëmia. Se shohim dot Parisin ashtu siç duhet parë Parisi. Dhe me që jemi tek Parisi, ja, lëm Parisin. S'kemi punë me Parisin. Unë e kam parë, po do më pëlqente të shikoja Parisin me ty. Vetëm nga emri. Unë e kam parë, po edhe mua do më pëlqente ta shikoja me ty, vërtet. Okej. Po zgjidhim Spanjën atë me këtë rast. Me që ke parë se shkojmë aty. Në Spanjë. Shkojmë, bukur shumë. Spanjë ke qenë ti? Jo, s'kam qenë. Ti të shkoj. Në Paris kam qenë, po aty ke qenë ti në Spanjë? Jo. Shkojmë në Spanjë. Por nuk do shkojmë askund tani në këto momente. Do të shkojmë te katedralja, kisha e madhe siç jemi mësuar ne ti themi në qytetin e Shkodrës. Do të përcjellim atje një atmosferë fantastike. Ka të rinj tepër të talentuar, të cilët me një ndjeshmëri shumë të madhe kanë vendosur sjellin një event shumë bukur. Shkëndi Krishtlindjesh e kanë titulluar dhe përcjellim bashkë se si ka shkuar ky event. Tatokim është zhvendosur pranë Shkëndi Krishtlindjesh. Është ky një aktivitet që vjen për herë të parë në famullinë Zoja e Shkodrës. E ne do të kemi mundësi të flasim me të rinj të cilët e kanë ideuar, krijuar dhe realizuar deri në përfundim këtë aktivitet kaq të këndshëm. Me mua këtu janë 3 vajza vërtet fantastike. Klevisa, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndes. Aleksandra, përshëndetje. Dhe Gracie. Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që jam sot mes jush dhe ju falenderoj që pranuat të vinit edhe ju pjesë e emisionit Tatokim. Si lindi Shkëndi Krishtlindjesh? Në fakt ishte një ide krejt spontane, ne si rinje katedrales çdo vit edhe më tepër vazhdojmë aktivitetet tona, sidomos për festën e Krishtlindjeve, sepse patjetër që presim me shumë padurim edhe me gëzim normal. Ideja ka lind te grupi jon. Edhe jena mundu që këtë vit me përfshillë njerëzit e tjerë, jo vetëm ne si grup, por edhe njerëzit e tjerë duke filluar nga grupet më të ndryshme të katedrales, duke ftuar edhe besimtarët. Patjetër që atmosfera është shumë festive dhe shumë e bukur, edhe me tinguj muzikor, edhe me zjarrin, edhe me biskotat e Krishtlindjes, edhe me kërcime, muzikë e tjerë. Pra i pas keni përfshirë pak nga të gjitha. Sa e vështirë është realizosh një aktivitet i cili vjen për herë të parë, por ta realizosh në çdo detaj të tij? Atëherë, dihet që çdo gjë ka vështirësinë e vet, por duke qenë se brenda grupit na kena një harmoni shumë të mirë dhe jena me fat, domethënë kena bashkëpunu të gjithë bashkë dhe deri tash besoj që ja kena dalë dhe shpresoj që të ndihen të gjithë sa më mirë. Cilat janë disa nga pjesët, elementet e këtij eventi? Elementet e këtij eventi normal jena na sepse ne e kena organizu këtë gjë. Edhe është zjarri që na ka bërë që me kanë më të bashku me njëri tjetrin që simbolizon një ngrohtësi që na kena për këtë fest. Sa kohë jeni përgatitur për këtë event? Më tregoni pak. Kush përgjigjet? Po përgjigjem unë se në fakt ne përgatitjet i fillojmë shumë herët. Unë e maj mend qysh nga fundi tetorit kena filluar tek salla, po, tuk nuk këngët e Krishtlindjes sepse e presim me shumë zell dhe me shumë padurim. Kena fillu që nga besoj në gjysmën e nëntorit duke bërë qirin të kohës të ardhjes. I kemi shit aty para katedrales, edhe ma ne kena fillu me zbukurimin e oborrit, na ka pëlqyer shumë si aktivitet, sepse nuk shihet vetëm tek puna apo te lodhja, por në fakt ajo përvojësia shpirtërore, edhe thjesht fakti që i bëjmë të tanë bashkë, lidhen me njerëzit që i dojmë, është edhe më e bukur. Kena fillu goxha herët, që në gjysmën e nëntorit.
Dhe mua më vjen mirë që keni punuar kaq shumë sepse gjithçka duket e mrekullueshme. Unë përfitoj nga momenti për t'ju komplimentuar secili nga ju, por edhe ata që janë pas kamerës, të cilët sigurisht bëjnë të njëjtën punë. Sa vështirë është vajza ta menaxhoni kohën mes jetës përditshme, familjes, shkollës, miqve, por edhe angazhimeve që ju keni këtu? Me thonë drejtën është shumë e vështirë se të marrë shkas nga vetja, unë jam edhe nxënëse që studioj shumë. Jam në një nga gjimnazet më të vështira në Shkodër edhe... Cili është ky gjimnaz? 28 nëntori. Unë do thoja atë vjetër më shkalla, se atje ka qenë... Ajde këtu ti! Se jemi pa... Unë kam pas motrën atje edhe ajo është shumë konkurrent, po mendoj që 28-a. A hapim diskutim këtu tani? Edhe ne jena të kori, pjesë e korit katedrales, edhe duke qenë se tash kjo festa e Krishtlindjeve është pak e ngarkuar, aktivitetet, kori, koncertet, po edhe mësimet se kena testet 3 mujorit, është pak e ngarkuar si periudhë, por besoj që ja vlen ai gëzimi dhe kënaqësia që marrim në fund. Unë dua një përgjigje edhe nga ju të dyja. Atëherë, unë po them në fillim rrallë parë, unë gjimnazin e kam kry, unë jam në universitet për vit të dytë fizioterapi. Ka pak ma tepër vështirësi të thush, por mundohem me menaxhu orarin të thush dhe pastaj sepse edhe punoj gjithashtu, edhe mundohem me menaxhu që mas dite të jena të organizojmë gjaka është bukur të gjithë bashkët. Është vërtet një shembull tepër i bukur ky yti që edhe studion, edhe punon, edhe gjen kohë pak për anën shpirtërore për t'ia dedikuar pak. Po. Bi dakord, domethënë, gjithmonë kam qenë, domethënë, e lidhur me këtë vend, jam rrit në këtë vend, gjithashtu edhe nga ana fetare, vi këtu domethënë me gjithë çejf që të zhvillona sa do pak edhe në anën sociale, por gjithashtu dihet edhe në anën fetare. Absolutisht po. Edhe unë mendoj se është pak e vështirë për mi balancu, sepse shkolla ka mundimet e veta edhe këtu kërkon punë, por në fund është shpërblyese sepse ne marrim një gëzim prej kësaj gjaje që bajnë të kenë tonë bashkë, kalojmë edhe një kohë më ndryshe. Jemi në kohën e Krishtlindjeve, mendoj është ndër festat më të bukura e më të veçanta. Sa e bukur është për ju? Sa e ndjeni këtë fest? Atëherë festa e Krishtlindjeve, për mendimin tim është një ndër festat më të bukura, sepse ne festojmë ardhjen e shëlbuesit ton, edhe është një gjë e bukur. Unë e kremtoj spari të shku në mesh, mandej me familjen, edhe është diçka e bukur. Atëherë dihet është një gjë shumë e bukur, normale të fillu pra nga ana fetare, sepse është linja e shëlbuesit ton që ka ardhur me na pështu dhe me marrë gjitha mëkatet tona, tu sakrifiku le të themi veten. Dhe ndihem shumë mirë, aq më tepër duken se nga këto aktivitetet që ne zhvillojmë edhe gjithashtu edhe nga ana shpirtërore. Unë e pres tanë vitin këtë fest, me thonë drejten se me 23 dhjetor kam në ditë linjen edhe janë 2 festa shumë të mëdha për mu, edhe me zi e pres tanë vitin edhe e festoj qysh ka fundin anori dhe me thonë. Ashtë shumë e pres, ashtë shumë fest e bukur me të vërtet. Tani, festa s'ka ardhur ende, dhuratat janë shpërndar ende. A keni ndonjë ide për dhurata? Nuk kam asë një lloj ide, njëna të bëha dhe lojnë Angeli të klasa dhe të grupi jonë. Kjo është një loj fantastike, është vërtet. Pse s'm keni futur edhe mua? Flas me Jozin unë. Herë tjetër pa tjetër. Tani kemi marrë letra. Okej, se ne i regjistrojmë. Sa e bukur është kjo loja Angeli? Është shumë e bukur, e vlerësojmë shumë sepse është një mënyrë për më u lidhë më shumë me njëri tjetrin. Jo vetëm ideja që do t'i bëjmë një dhuratë njëri tjetrit, por edhe me njoh një tjetrin më shumë, me bë ato biseda, shkëmbimin e ideve, pëlqimeve, edhe thjesht lidhemi më shumë me njëri tjetrin nga ana shpirtërore. Po, dhuratë çfarë do doje s'na e the? Thuje se je në kohë, e dëgjon Angeli. Ja, unë jam e kënaqur me çfarë do lloj dhurate, thjesht ideja është ajo që më gëzon vetë. E humbe shansin. Vajza, keni nga një shans? Atëherë, bi dakord me shoqen time, ma tepër është thjesht mendimi, edhe fakti që Angeli jot ka kushtu kohë edhe rëndësi, edhe mendim gjatë që do të bëjnë ty, që besoj është një gjatë që mu do më pëlqejnë, sepse këtu njohim njëri tjetrin shumë mirë, paka shumë i dim çfarë gjanash kena qejf. Hallon, bi dakord me mendimin e të dy shoqeve, sepse loja e Angelit nuk është vetëm për me marrë dhuratat, por edhe me tregu se ke dikën që kujdeset për ty, që ndoshta lutet për ty, edhe
Kaq. Nuk bie fare dakord me vajzat, nëse për lojën e ardhshme të Angëllit, libra për mua, ta keni të qartë. Nëse nuk keni ide se cilin libër, ju a tregoj unë se e kam një listë pafund. Kjo është sigurisht në kuadrin e shakas. Një urim për emisionin Tatokin për të gjithë miqtë e televizionit TV1 Channel. Ju uroj gëzuar festat, begatia dhe marsi në shtëpitë tuaja. Ju uroj gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri dhe sa më shumë bekime për ju, familjet tuaja dhe gjithë dashurit tuaj. Edhe unë gjithashtu ju uroj gëzuar festat, por edhe ju uroj që të keni sa më shumë shikime. Kjo është më e rëndësishmja. Faleminderit shumë vajza. E kur shoh rrugës por i kokull bush të thavem pikën lan ti mos të që në shumë edhe zemrën këtë se ten këtë shpit të zalë marak por ti mosh të se kupton tu ashtë pjaku dhe dhe gjaku se s'me dashuron. Shëndetje. Përshëndetje dhe ju. Na knaqe. Faleminderit. Jeni knaqë ju se jeni të mirë. Faleminderit. Një urim për vitin e ri. Me gjithë zemër uroj që festa t'jenë sa ma bardhë, sa ma gëzueshme dhe sa ma me plotësim dëshirash për secilin prej të rive. Jo edhe për mu, se kjo s'do me thanë që unë e përjashtoj veten, por sidomos për të rinj, sepse ata ka jetën përpara e aty në është e ardhmja. Dhe kur janë mirë ata, jena mirë edhe na. Faleminderit, gëzuar. Faleminderit edhe ju e faleminderit për prezencën. Çfarë uroni? Po. Për mu, lumtuni për të tanë. Faleminderit, gëzuar e përshëndet. Mia, gjithë bashkë, zoti ju ruaj.